Shikoj shumë falsitete, shumë njerëz që kërkojnë që të bëjmë europianët, por ne nuk kemi europian, ne jemi Ballkanos. Duhet jemi sa më shumë të rim pjesë e traditës tonë. Ne jemi shqiptarë, nuk kemi nevojë më bëj fare as francez, as holandez, as belg. Ne jemi shqiptarë, ne kemi traditën tonë dhe kemi traditat më të mira, nuk kemi nevojë që t'i hedhim hyrje njerëzve, ne i duam shumë serë. Është thjesht një ndeshje futbolli, por është një ndeshje futbolli që duhet ta Pikërisht për të vetë flisja, pra që edhe njerëzit kanë pak ato sinqeritetin tonë që ne kur flasim me njëri tjetrin mes kolegësh e kemi atë ndjesinë që kjo ndeshje është kompleta normale. Dhe kur ndizën ato kamerat gjithë flasin për atë bukurinë, atë ftohtësinë që duhet kemi, se është një ndeshje normale si gjithë tjera dhe gjithë ato është pikërisht një falsitet. Atëherë miq të emisionit Koha Shtesë, sot do të rikthehemi për të zhvilluar një tjetër intervistë për të bërë një tjetër analizë sa i përket ndeshjes së radhës së Shqipërisë, një ndeshje anormale, një ndeshje që prek zemrat e shqiptarëve për një çështje kombëtare, është ndeshja pikërisht mes Shqipërisë dhe Serbisë. Sot kemi të ftuar një ish futbollist, ka luajtur me disa ekipe të superiores, ka qenë pjesë e Shqipërisë, e moshave të Shqipërisë dhe tani është trajner te Boreli dhe ka bërë një mrekulli atje në kategorinë e parë, Boreli që as nuk e çon ndërmend që të luftonte mes ekipeve elitare të kategorisë parë për të marrë një bilet ngjitje në superiore. Këtë vit e bëri të mundur ëndrrën e saj, megjithëse në fund u la për gjysmë, por është një projekt i cili do të vazhdojë dhe thuhet zakonisht që një trajner i mirë duket ose më saktë gjysma e punës se një trajneri është autoriteti dhe njerëzit të cilët e njohin Dietmar Marbica e dinë se ka autoritetin e dur për të qenë një trajner i mirë dhe pikërisht i gjithë ky sukses me Borelin nuk ishte rastësi, megjithëse ekipet tona të superiore janë mësuar zakonisht që ti besojnë më shumë emrave të panjohur që vinë nga Serbia apo nëpër shtete diku gjetë dhe jo të marrin trajnerë shqiptarë të cilët kanë shumë për të bërë. Dietmar Marbica sot do të flasim me një gjuhë urrëtie në thonjza për Serbinë, por në fakt ka vetë ekipet tona që marrin trajnerë nga Serbia. Përshëndetje. Përshëndetje Claudio, faleminderit që më bëre të jem pjesë e këtij emisioni. Faleminderit për kohën. Do t'i kapim pak a shumë gjëra të gjitha nga pak, po më shumë na dhën kjo ndeshje datës 7 qershor përballë një kundërshtari që nuk është se na ka dhënë dashuri gjatë gjithë historisë, që edhe ne nuk është se du t'i japim shumë dashuri, pavarësisht se kemi ca njerëz rreth e rrotut që mundohen t'i presin me lule, me buqeta, me dashuri armiq tan. Ne do flasim për futboll, por kemi përballë një kundërshtar që nuk do që të na shohin fare, verbohen kur shohin simbolet tona kombëtare, kështu që edhe ne duhet ja u kthejmë në mënyrë. Dietmar, e kuptoj dhe të sigurisht falenderoj dhe ty për gatishmërinë për të qenë pjesë e këtij emisioni dhe pyetja ime e parë është pikërisht këtë temë që ne sapo e prekëm paksa tani. Okej, kur dalim në media kemi këtë gjuhën e diplomacisë, me sa unë kam vënë të paktën në Shqipëri është një lloj diplomacie, sigurisht kemi në Danimarkë, gjithë flasin për futboll, ndryshe komplet në Serbia. Vjesh shumë falë se ndërprej, po nuk mund të rri pa folë, se shikoj shumë falsitete, shikoj shumë njerëz që kërkojnë që të bëjmë europianët, por ne nuk kemi europian, ne jemi Ballkanos, kështu që duhet jemi sa më shumë të rim pjesë e traditës tonë, kështu që ne jemi shqiptarë, nuk kemi nevojë më bëj fare as francez, as holandez, as belg. Ne jemi shqiptarë, ne kemi traditën tonë dhe kemi traditat më të mira, kështu që nuk kemi nevojë që t'i hedhim hyrje njerëzve, ne i duam shumë serb. Jo, nuk i duam serbët, për shumë arsye, kështu që është thjesht një ndeshje futbolli, por është një ndeshje futbolli që duhet ta Pikërisht për të vetë flisja, pra që edhe njerëzit kanë pak ato sinqeritetin tonë që ne kur flasim me njëri tjetrin mes kolegësh e kemi atë ndjesinë që kjo ndeshje është kompleta normale, edhe kur ndizën ato kamerat gjithë flasin për atë bukurinë, atë ftohtësinë që duhet kemi, se është një ndeshje normale si gjithë tjera dhe gjithë ato është pikërisht një falsiteti që ti po thua. Një pyetje ime e parë për ty është kjo, që nisur nga gjitha këto ndjesie që ne kemi si shqiptarë. Si ne flasim për futbollistët, themi që do të jetë profesionist, është profesionist, paguhet shumë për ta bërë këtë punë dhe sigurisht do të jetë i ftohtë të mos ndikohet nga gjërat vërtet, por nuk besoj se se mund të quhesh një lojtar amator se ti ecën me zemër, sepse ti ke një farë historie, një farë backgroundi
me Serbinë, jo vetëm për lojtarët e shqiptarët Kosovës. Ne për shembull që jemi në Tiranë, jetojmë në Tiranë, e kemi këtë lloj ndjesie, që kjo është një ndeshje anormale. Dhe pyetja ime para është kjo për ty që si mendon se do ndihen vetë futbollistët? Ti ke qenë vetë futbollist dhe ke luajtur ndeshje anormale apo të pazakonta. Si është në ndjesi në mendimin e një futbollisti kur futet në një ndeshje të tillë? Po tani dëgjoj, nëse ne kapim që nga fillimi kemi filluar bisedën bashkë, biseda ka qenë që ka shumë falsitete, dakor. Ka shumë falsitete. Por që kur flasim tash për një ndeshje futbolli, për një të rëndësia jashtëzakonisht të lartë, është dakord, është thjesht një ndeshje futbolli, nuk bëjmë luftë, por që lufta vetëm në këtë rast është që nëse ne do kemi një adem jashtë në fushën e futbollit, mund të kemi Dakun, nëse ne kemi një Azem Galic, mund të kemi Ramadanin. Nëse ne kemi Stopullin, ne kemi themi rastin mund të kemi Qazim Laçin ose mund të kemi Myrë. Pra, këto janë herojnë tanë kombëtar për 90 minuta. Nuk është të thënë që të marrim armët, por që arma jonë më e mirë do jenë duelet fizike. Arma jonë më e mirë do jetë zjarr dhe mendja ftohtë. Kështu që nëse flasim për një ndeshje futbolli, më të favorizuar jemi ne, sepse takimi është në shtëpinë tonë. Si do merret, a do ketë ngarkesë? Sigurisht që ka ngarkesë, sepse në vitin 2000 ndaj Greqisë kishte ngarkesë nga ana psikologjike, sepse lushin përballë grekëve. Mos harrojmë 2004 po ashtu që ngarkesa jashtëzakonisht shumë e madhe, por ato djem treguan që së bashku me publikun që elektrizues mundën kampion të Europës. Nuk ka takim thjesht, është thjesht takim 90 minutash, por që duhet fituar, sepse nuk ka shqiptar i madh dhe i vogël, nuk ka shqiptar që nuk do jetë përballë ekranit pa takim. Kështu që djem që do zbresin fushë, zbresin si burra, zbresin për të fituar neshën, ta shohin kundërshtarin në sy, edhe mos harrojmë se kanë vesh një fanellë që kanë 12 milion shqiptar. Ditmar, kjo është një ndeshje ku shumica e lojtarëve do të jenë me kokën në nxehtë. Shikojmë lojtarët e Shqipërisë, të Serbisë, marrëdhënia tona sigurisht. Është një ndeshje që do të jenë shumica e lojtarëve me kokën në nxehtë. A mendon se do të ishte zgjidhje ideale për shembull palur në rolin e Silvinjës, po thjesht si një ide që Silvinjo të fusi një lojtar të ftohtë në një ndeshje ku të gjithë do të jenë me kokën në nxehtë? Flasur për Ernest Muçin, Silvinjo e ka mbështetur tezën e tij, mendimin e tij që nuk e ka aktivizuar Muçin për shkak se nuk stërvitet si gjithë tjerët dhe do t'i japi një shembull që për sa kohë nuk stërvitesh nuk e meriton fushën e blerë dhe ti e vetë trajner dhe ndoshta i jep të drejtë në këtë pjesë. Por ideja ime është kjo që nëse Muçi është për shkak të kësaj arsye tani jashtë Shqipërisë, nëse nuk stërvitet fuqishëm ndaj Serbisë, atëherë mos vijmë më në ekipi kombëtarës. Ne për të ndeshje luftojmë, ndoshta do duan 20 vite, 30 vite që të luajmë prapë me Serbinë dhe të jemi kaq pranë suksesit, por nuk është kjo teza për Ernest Muçin. Ka fjalën pikërisht për këtë pjesën që a mund të ishte Ernest Muçi lojtari i cili do të bënte diferencën ndaj Serbisë pikërisht për shkak të kësaj që unë thash, që ti e di që Muçi është një lojtar shumë gjak ftohtë. Nuk është lojtar që përjeton shumë emocione dhe ka përballuar në Turqi 80.000 apo 70.000 spektatorë në një stadiume ku turqit janë pak edhe më të çmuar nga serbët dhe neve bashkë. Jam plotësisht dakord, nëse është një lëvizje që mund të bëjë njëri, është lënia Stoli Bajramit që ka pas shumë minuta dhe aktivizimi i Ernest Muçit, një futbollist që njeh shumë mirë edhe ambientin edhe stadiumin, se është djalë. Kështu që jam plotësisht dakord, por që nëse ka pastaj përveç mund duhet aktivizu mendimin personal. Ky takim ose ne ndajmë një gjithmonë rrugët me Brojën, ose pastaj Broja do vazhdoj që ne ta kemi këtu më e kokës, si shpati fillimi takimi i Serbisë në 12 minuta parë, si Brojës, si Muçit ashtu edhe Dakut. Nëse flasim për një njerëz që ndjen më shumë këtë takim, Daku, një djalë patriot, një djalë që në një familje me tradita shqiptare, mos harrojmë edhe prejardhën e tij, kështu që janë tre futbollistë që mendoj që trajneri duhet i përdori që të japin ato shëndet për ekipin dhe për të marrë atë që ne gjithë e duam. Pastaj merret apo nuk merret fitoria është lojë futbolli, do edhe pak fat, do edhe pak zgjuarsi, por që ne do të japim shkëndijë të duhur, nuk do të bëjmë fotokopin në ndeshjes së Elbasanit që ishte një ndeshje që gjithë prisnin, por pas vetëm një rasti Sokol Cikalleshit, ku ka pas pritje e portierit Stojkovic, pastaj ndeshjet tjera, pastaj takimi, pastaj ka qenë në një
agoni të plot, pa shkëndija, të vakët, të brisht, kështu që po t'ishte Rudi Valla do thoshte na duhen burra. Kështu që edhe unë po shkoj me mendimin e Rudi Vallës, në këtë takim duhen burra, duhen njerëz që kanë dëshirë për të fituar, edhe duhen njerëz që vlerësojnë fanerën që veshin dhe me pa kundërshtarin në sy, që do të thotë këtu është Shqipëria, ne vim nga europianë, kemi kemi bërë një europian shumë pozitiv, që nuk na intereson është Serbia, është Anglia, por nga ana patriotike është takim më shumë që duhet futemi për të marrë maksimumin në këtë takim, sepse edhe llogarit tash fillojnë me lapse me letër. Nëse ne marrim 3 pikë, është edhe zona play-off, pastaj do jetë më lehtë. Dietmar më thej që kjo është një ndeshje e cila do të ndajë për shqiptarët dhe Armando Broja për shumë kohë, sepse ndeshja me Serbinë nuk është një ndeshje normale siç e kemi përsëritur, por domethënë sipas teje është një ndeshje ku Armando Broja ose do të kthehet atë lojtari normal dhe do t'i bjerë magjia që ka ndërtuar prej kohësh për ne shqiptarët, ose do ta bëjë bisupe. Po ka një futbollist që është Benjamin i tifozërisë shqiptare, i tifozërisë kuqezi, është Armando Broja. Pra impakti që ka ai tek publiku është jashtëzakonisht i madh. Mjafton një prekje topi dhe publiku ekzaltohet. Kështu që është një takim që Broja, domethënë, ose do vazhdoj të jetë ai djali Golden Boy, i themi ne, pak kështu në gjuhën ndërkombëtare, ose pastaj do vazhdoj të merret pastaj me muhabete do grumbullohet pas do grumbullohet, kështu që nëse ka nevojë Shqipnia për Broja, ka nevojë vetëm këtë takim. Deri tash ka pas nevojë Broja për Shqipninë dhe Brojës, në këtë moment me dashur që Shqipnia ka nevojë për Brojën dhe Broja duhet të japë Shqipërisë. Shumë e thjeshtë, duhet të marrë përsipër, të japë më të mirën e vet, dhe nëse ai futet me mentalitetin e dur në lojë, mendoj që ka jo se po nuk ka mbrojtje që të qetë përpara me potencialin që Okej, Broja duhet të përgjigjet, por sa e vështirë është të përgjigjet Broja, ndërkohë që në Twitter ka pasur pafund shikime një postim i një prej faqeve të Evertonit ku e cilësonte Broja në gjithë historinë si sulmuesi më pak efikas, pasi në të gjitha ndeshjet që ka zhvilluar Broja në këtë sezon me Evertonin nuk kishte arritur dot asnjëherë të bëjë një goditje në portë. Pra duhet të flas në aspektin sportiv. Ne e dimë gjithë potencialin që ka Armando Broja dhe është për ne të paktën është më i miri që kemi pasur në gjithë këto kohë të fundit ndoshta në historinë e Shqipërisë, por siç e the ti duhet ta provoj këtë gjë sepse deri tani jemi me aludime thjesht duke ditur potencialin e tij. Po sportivisht, sa të vështirë shikon që një lojtar i cili në 6 muajt e fundit apo edhe në një vit megjithëse i ka munguar shumë kohë për shkak dëmtimi, nuk ka goditur asnjëherë portën në Premier League, të kthehet dhe të shënojë me kombëtaren. Apo mendon se është një histori komplet tjetër dhe Broja deri tani mund ta ketë sakrifikuar pak veten për të qenë fiksi, thonë, për të qenë gati edhe të mos dëmtojë prapë këtë sezon. Claudio do të marr dy shembuj. Nëse marrim Armando Broja dhe nëse marrim Harry Maguire, në kohën që ishte Southgate tek Anglia, gjithmonë vinte me shumë polemika kombëtare, sepse ishte paraqit jashtëzakonisht shumë dobët tek Manchester United. Por kishte një qasje tjetër tek ekipi kombëtar dhe gjithë thonin si ka mundësi që ky i transformohet. Ishte puna e Southgate që bëhet nga ana psikologjike dhe që i jep të rëndësinë e duhur Maguiret. Kështu që edhe si t'i japi qetësinë e duhur Brojës, do t'i japi vlerësimin e Brojës sepse ka shumë nevojë për shërbim. Kështu që duhet në aspektin psikologjik, potenciali i tij është i jashtëzakonshëm, dhe stafi duhet punojë edhe nga ana psikologjike që këtij djalit t'i marrin më të mirë sepse të gjithë kemi nevojë për shërbim. Të kapemi, pastaj ka goditur portën tek Evertoni, specifikat e ekipit kombëtar në takimet e saj janë ndryshe totalisht. Kështu që ishte ajo këshilla që do t'i jepja trajneri Silvinho, nuk e vjen dyshim që ai do ta përgatisin ndeshjen në dur, por që ndonjëherë duhet kështu edhe nga ana edhe privatisht tek futbollisti kur e shef se çfarë do të kaluar ka pas në klubin e tij. Pra, si unë t'i marr më të mirën këtij futbollisti. Kështu që mendoj që edhe do ditë, një 10 ditë grumullimi që ka tek punohet në aspektin psikologjik me Brojen ashtu
Akun me sulmues që nuk kanë pas shumë shkëlqim të Dietmar, po flasim pak edhe për Silvinion, por dua t'jap dhe mendim personal dhe dua dhe komentin tënd sigurisht për faktin që në media sportive, në studio, në kohët e fundit dalin shpesh analistë gazetar pak rëndësi ka dhe thonë pjesën që Silvinion nuk po ngron më me listën e Shqipërisë. Presin, sepse Silvinion kur erdhi në fillim gjithë e dim që kishte disa gjetje të reja ku ishte Yasir Hasani, Mario Mitaj, transformimet e Aslanit dhe Bajramit, të cilët nuk ishin kaq të ndezur në kohën e rejës, por kishte këto elementet e rinj që futin. Ndërsa tani jam mësuar njerëzit thuajse me këto emra që po ftohen dhe thonë që okay, nuk po na ngroft në lista, nuk ka më emra të rinj. Mos ndoshta duhet t'i tregojmë me këtyre njerëzve që në fakt kaq jemi, këta jemi, nuk është se Silvinio ka yje që po i lë jashtë. Si është mendimi jo të gjithën këtë? Mendon se duhet ndryshohet vazhdimisht lista dhe a kemi ne mundësi për ta bërë të gjë? A ka Shqipëria lojtarë të cilët nuk po i fton? Mund kishim pas emra më të rinj, duke parë një emër që unë do ta merrja si Anis Mehmeti, që është një futbollist që kur vjen puna militare në një ligë jashtëzakonisht shumë fortë, siç është Championshipit në Angli, normalisht do të gjithë to janë vendimet e trajnerit. Ndoshta trajneri fiton takimin me Serbinë dhe hedhin poshtë gjithë. Ne duam që ta fitojmë takimin. Dhe këto janë gjëra shumë, por që trajneri ka bërë një punë të mirë, na ka dërguar në Europian, pastaj sa i përket pjesës gjithë bien në një mendim që mund kishte bërë më mirë në përzgjedhjen e zëvendësimet gjatë të treja takimeve, por rezultatet ndonjëherë t'japin drejt. Pastaj nëse ka një lëkundje edhe te opinioni publik ndaj tij është e Nation League që gjithë ne pritet zakonisht shumë që të bëni më mirë, duke parë sidomos dy takimet e fundit ndaj Çekisë dhe ndaj Ukrainës që kishim shtëpi, morëm jashtëzakonisht shumë pak, kështu që është i periudhë jo e mirë edhe për trajnerin dhe për stafin e tij, por që ne na duhet me i kalu të gjërat e vogla sepse kemi përpara një jashtëzakonisht një rëndësie shumë të madhe si me Slovenin dhe duhet jemi gjithë bashkë dhe ta kalojmë. Gjithsesi po Silvinio provën e parë kur e kishte kokën në pjatë në një farë mënyre e dha në Gjorgji, unë kujtoj edhe transfert, ishte Gjorgjia në kulmin e vet në një stadium të stërmbushur ku njerëzit duket se do të shyen në ato kanjë që ishin aty afër dhe Shqipëria rriti fiton në 0-1. Ishte një provë goxha serioze Silvinio se tregoi që është ende aty në momentin kur gjithë dyshojnë te ai. Dhe ne urojmë sigurisht që të jetë një sukses të përsëritet në ndeshjen kundër Serbisë. Një problem i ynë si shqiptar është fakti që vlerësojmë shumë të huaj dhe në vlerësojmë shumë erë vetën tonë. Gjithmonë flasim për Serbinë, flasim për kundërshtarë tjerë që janë niveli lart, fizik, teknik, taktik, pak rëndësi ka. Por ndoshta duhet t'i japim edhe pak lëvdata vetes, sepse në fundit gjithmonë gjëri që thonë mos e ne dolëm vend parë duke lënë pas Poloninë dhe Çekin që ishin në formë më dobët, po në fund fare Shqipëria për pak la jashtë europianit Lewandowski. Është një yll i kalibrit botëror të Polonia dhe ngeli jashtë, ngeli në vendin e tretë Polonia pa shkak se hyri në rrogën e play-offit. Pra duhet të shikojmë pak edhe nga e kaluara për faktin që çfarë kemi bërë ne si Shqipëri me paktën me Silvinion, që jo vetëm që vjen mbrapa Çekin, po le pa europianin dhe vet Lewandowski. Jo, ne do të jemi realist. Trajneri kur ka ardhur në fillim ka ardhur, domethënë pritshmëria nuk ka qenë madhe sepse nuk besonin fare tek Silvinio, trajneri i ri, po okay, ka qenë një futbollist mirë, por që kur vjen puna për timin kombëtare, nuk është se kishte eksperiencë. Kishte eksperiencë, kështu që nga kjo anë mendoj që ka bërë jashtëzakonisht shumë mirë. Pastaj Oreksi vjen duke ngrënë, ne do shikonim Shqipërinë lart dhe më lart, por që ndonjëherë edhe mundësitë janë të limituara në kuptimin që gjithë kërkonin që të bënin më mirë në Europian, por që mos harrojmë se kë kishim më përballë. Kështu që Silvinio ka bërë mirë, mund kishte bërë më mirë, jemi gjithë dakord, por që në këto takime që ne i prekëm gjithë bashkë, ka dhe pluset, ka dhe minuset e tij. Të gjithë në Shqipëri po i ruan frikës se shqiptarët mund të ngrenë një dron tjetër. Kanë dalë ato masat e sigurisë me antiterror, me drona që do të jenë në ajër për të verifikuar fytyrën e çdo personi i cili mund shkaktoj incidente me pajisje antidron, me gjitha këto, por pyetja ime për ty është kjo, a mos ndoshta është vetë Serbia që mund të ketë një skenar sabotazhi në këtë ndeshje, për shembull marrim rastin sa mundur të duket
futemi pak në imagjinat. Nëse Shqipëria është duke fituar 1-0 apo 2-0 deri në minutat e fundit, ato mund të provokojnë tifozët serb, lojtarët serb, më fal, tifozët shqiptar në mënyrë që të ketë incidente apo ca bitona të hedhur për të lënë fushën. Mund të jetë mendjen e tyre në Skënderar për ta sabotuar ndeshjen. Tani duke dëgjuar rreth e rrotull, duke parë, mendoj që nga ana organizative takimi do jetë një shkallë jashtëzakonisht shumë të lartë, siguria do jetë shumë e lartë, do ketë shumë kontrolle, nuk besoj se mund të ketë qishë brenda to çakmak. Do jetë shumë e vështirë për të ndërtuar stadium, kështu që tani shqarje do ketë edhe urojmë shumë që të ketë edhe shqarje karshi kundërshtarit sportivisht, pavarësisht se pala kundërshtarit në Serbi është e një lloj degradimi total, do me një lloj urrëtie shumë të madhe për shqiptarët. Kështu që provokimet do ketë, por uroj shumë që takimi 0 Claudio dhe pastaj këto provokimet ja u kemi bërë, do thoya halal në gjuhën popullore, se vetëm duam të fitojmë neshën, marrim të 3 pikëshin dhe pastaj shojmë përpara. Provokimet do ketë, por që do ketë shumë edhe siguri me këto antidrone që e përmendëm më lart. Kështu që është një takim që i ka të gjitha brenda, aq më shumë bëhet fjalë për takimin me Serbinë që edhe serbët me propagandën e tyre, me median e tyre që do thoya i kalon limitet e së normales, do fillojnë ta fryjnë çdo gjë për të krijuar një lloj impakti sikur tu është luftë. Ditmar, këtë të preferoj, një Skënder ku Armando Broja kalon 2-3 futbollistë dhe shënon një gol të bukur, apo një Skënder ku Mirim Dako shënon gol dhe më pas i bluzën për treguar tatuazhin e tij me rojën kombëtare? Skenarin e Dakut. Skenarin e Dakut do ishte perfekt. Pastaj ai tatuazhi i Dakut ka shumë domethënie. Domethënë koshare, vitin 1999, rrëzimi dhe rimarrja kontrollet kufirit nga pjesëtarët e ushtrisë qendrore të Kosovës. Është datë e shënuar, është datë historike, kështu që edhe tatuazhi ka shumë pra ne që ai duhet të fillojë nga fillimi. Pastaj Broja du vetëm që të japë limit, ai nuk njeh limite ideal. Du vetëm që të shoh Xixa. Nëse shohim gjithë Xixa, jemi sigurt që do ta fitojmë takimin. Je i sigurt që Shqipëria ka mundësi për ta fituar këtë takim? Sigurisht që po, me futbollistët që ka, me djem që ka, me kualitetet që ka brenda, jam shumë i sigurt. Mos harrojmë pastaj edhe eksperiencën e shumë futbollistëve, që mos harrojmë si Gjimshiti që ka një eksperiencë shumë të madhe, si Ajeti, si Hysa, i vetmi që ndoshta themi tash që nuk ka shumë eksperiencë është takimi një rëndësie tjetër. Por janë futbollistë që kanë goxha eksperiencë dhe do dinë si ta menaxhojnë këtë 90 minutë. Dua të di pak çfarë emocioni të dha, nuk e di, besoj se e ke parë aty atë videon e Maro Mitajt kur festuan titullin kampion aty te Al Ittihadi, ishte portieri Rajkovic, një portier i cili ka kohë te Al Ittihadi dhe ka krijuar më shumë atë grupin, është mes grupit të vjetër të lojtarëve, nuk është fare lehtë dikush me të shkojë atje me flamur Shqipërisë dhe duke stampuar dhe veten me shqiponjë, ndërkohë që media serbe dhe kur e kishte bërë Karim Adeyemi lojtari i Dortmundit shqiponjën e quajtën provokace, imagjino vetë shqiptari me flamurin shqiptar duke stampuar veten. Ishte një emocion i bukur për ty për ta parë këtë gjë? Njeriu duhet të jetë krenar për periudhën e tij. Mund bjen shumë mirë që Mitaj që unë njoh edhe nga afër, njoh edhe teatrin e vet. Është një njeri shumë patriot, është një njeri që ka emigruar herët nga Shqipëria dhe është rrit në Greqi, por gjithmonë i ka rrit marrjen me shumë dashuri për atë dhe për tokën e tij, kështu që kjo pasiohet edhe në vendimarrjen për të qenë pjesë e Shqipërisë, por edhe në aventurën e re që ka në Arabinë Saudite, që kur fiton vesh e ndan me flamurin kuqës, kështu që njeriu duhet të krenar për periudhën e tij, sa i përket portierit, zero interes. As nuk është se na bëhet vonë edhe për këto shkrimet e këtyre taleve që pak ushqim shkallën për pjesën e nacionale që unë do të quhet të smur me dorë. Kështu që
Marrë të vazhdoj me dashurinë për flamurin kuqezi, vazhdoj të t'japë më të mirën për kombëtarën kuqezi, sepse edhe Zoti do ta nderoj. Dhe për ta mbyllur Ditmar, dua të flasim tani pak për te ndeshjes së Serbisë. Ne gjithmonë jemi në atë ëndrrën tonë të madhe për të shkuar një herë vetëm në botror, nëse në Evropian kemi shkuar tani 2 herë, botrori është moda e ndaluar për shqiptarët. A mendon se është duke ikur për te emocionin, nuk e ikim dot faktin që kemi shqiptarë emocionet dhe gjakon Ballkanit dhe gjakon e shqiptarët që kemi në trup, por a mendon realisht se kjo Shqipëri i ka mundësitë për dalë të paktën në vendin e dytë në grup? Sportivisht flas. Sportivisht mendoj që i kemi mundësitë, mendoj sepse kemi një grup shumë mirë lojtarësh, kemi një organizim shumë mirë edhe nga Federata Shqiptare e Futbollit, të gjithë ekipit kombëtar, kështu që eksperiencën e kemi, gjithë mendonin dhe duan në Europian. Kemi shkuar 2 herë në Europian, është kjo e botërorit që kërkojmë gjithë ta provojmë botërorit, që nëse ka një moment që ne do shkojmë botëror është ky për shumë arsye. Të vetme arsye është që shkojmë në botëror, duhet lëm brapa Serbinë, që është rivali jon kryesor, është edhe çështje skenarie kombëtare në aspektin politik, por edhe në atë sportiv që duhet të shkojnë në play-off për të provuar të ëndrrën e madhe botërorit 2026 që do zhvillohet në Amerikë, Kanada dhe Meksik, por kur flasim për Amerikën, do të ishte pafund shqiptar që do ishte në kombëtarës. Ditmar Bica, ishte shumë kënaqësi dhe faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit për ju. Faleminderit. Faleminderit.